Faleminderit shumë. Ndërkaq do të kalojmë sërish në veri, në Kosovë, sipër Drinit Bardh, ku atje mbahen zgjedhjet, raundi i dytë për 18 komuna. Nga shumë kush është thënë që kjo datë është më e rëndësishme për atë çfarë po ndodh në Kosovë se sa për atë çfarë ndodh në Shqipëri, dhe kam kënaqësi të kem zotin Ahad Miftari nga Instituti i Kosovës për Drejtësi. Zotin Miftari, kënaqësi të kem të bisedë. Faleminderit që u bashkuat. Si rrallë herë ka ndodhur që si Kosova dhe Shqipëria të kenë zgjedhje në njëjtën ditë, ndoshta ky është augur i mirë për diçka më të madhe që ti kemi gjithmonë, në njëjtën ditë zgjedhje kemi bashkë zgjedhjet. Më tregoni pak si ka shkuar deri në këtë moment procesi zgjedhor, ka pasur incidente, ka pasur problematika nga ajo që ju keni parë në terren. Si i këtë? Mund të themi që sot ka qenë ditë e qetë me një proces zgjedhor jashtëzakonisht shumë të lirë. Nëse morëm për bazë, do të thotë pjesëmarrjen e qytetarëve është deri në këtë fazë e ulët me mesatarët i afër 20% nivel vendi, varësisht prej qytetit në qytet. Ajo që e kemi thënë vazhdimisht që qytetarët e Republikës Kosovës janë shembull i organizimit i pjesëmarrjes në proceset zgjedhore ku me të vërtet është sinonim i një demokracie që është shembull në Ballkanin Perëndimor. Fatkeqësisht mund të themi që këtë ditë të sotme është sadopak duke e prishur partia që është duke qeverisur me vendin Lëvizja Vendosje me theksveçantë lideri saj Albin Kurti. Si asnjëherë më parë, sot e kemi parë zotin Kurti do të thotë që me eskortin e tij policore me mbrojtjen e afërt me bashkëpartiak të atëroj në Mitrovic të okupoj si dhe themi lagja apo lokalet e caktuara ku i njëjti në një mënyrë është duke për fushat edhe pse në bazë të ligjit mbi zgjedhjet në Kosovë nga ora 7 në mëngjes deri në momentin kur mbyllen kutitë e votimit duhet të mbizotroj heshtja zgjedhore, po që këtë fatkeqësisht do të thotë nuk është duke bërë Lëvizja Vendosje. Në anën tjetër, sot i kishim edhe një gjest, një veprim shumë të dobët, shumë të keq nga ministri i punëve të brendshme në detyrë, i cili e mori rolin e një aktivisti të thotë politik duke fotografuar një qytetar i cili kishte në llogët e Lidhjes Demokratike të Kosovës në qytet, i cili do të thotë sipas ministrit në detyrë nuk do të duhet ta kishte edhe pse në bazë ligjit për zgjedhjet prap ndalohet përdorimi i llogëve që simbolizojnë parti politike brenda vendeve ku bëhet votimi apo qendrave të votimit, por jo do të thotë jashtë qytetit nëse kemi të bëjmë me qytetar të thjeshtë. E kuptoj, zoti Miftari, padyshim pjesëmarrja është më ulët se në raundin e parë, apo jo? Nëse shohim deri këtë moment apo aty shkon. Dhe çfarë tregues është? Po flasim do të thotë që kemi rezultatet e zgjedhjeve deri në ora 15. Në Kosovë është interesant që zakonisht pe orës 17 deri në ora 19 kemi një fluks të daljes së qytetarëve në zgjedhje. Kështu që nëse marrim mesatarin e zgjedhjeve që ishin para 2 javë me sot, mund të themi që është do të thotë parafërsisht e njëjta statistikë. Është vërtetë të cekët për shembull që në Prishtinë deri më tani deri në ora 15 kanë votuar mbi 60.000 qytetarë. Kështu që në një kontekst për të Shqipërisë, 2 partitë politike ose 2 kandidatët e 2 partive që kandidojnë sot në Prishtinë kanë pasur parafërsisht të duhet 70.000 vota të thotë në zgjedhjet e para 2 javëve, ndërsa deri më tani mbi 60.000 qytetarë kanë votuar, që i bën që me siguri do të thotë ky numër do të shkojë deri te 100.000 deri në fund të kohës kur mbyllen kutitë e votimit në ora 19. Zoti Miftari, le të bëjmë një analizë politike bashkë. Çfarë padyshim përveç Prishtinës, që është kryeqyteti dhe padyshim vëmendja është maksimale. Ku mendoni që gara është më e hetshme dhe ku mendoni që mund të ketë surpriza? Pa i hyrë kush fiton forcat politike, por ku mund të jenë surprizat në këto zgjedhje? Kë shesi komuna surprizë? Unë besoj që ndër qendrat kryesore ku vëmendja e publikut është padyshim janë 2, është Prishtina dhe është Mitrovica. Për arsye se e dim që Prishtina është kryeqendra e Kosovës dhe nëse morëm për bazë zgjedhjet e para 2 javëve dhe ballotazhin sot, për herë të parë mund të themi që kishim 3 parti politike, të cilat deri në momentin e fundit nuk u dinte se kush do të hyjë në balotazh. Partia Demokratike e Kosovës, e cila në mënyrë tradicionale nuk është ka pasur si themi bazen të votave në Prishtinë, kësaj here
numri i votave të këtij partie arriti afërsisht tek 30.000, do të thotë që është diçka një, si themi, një historik për këtë parti politike. Sidoqoftë, do të thotë në fund shkuan vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Kështu që Prishtina për shkak të rëndësisë patyshim që është ndoshta një ndër vendet ku është e rëndësishme qytetarët e Kosovës se kush do të fiton, dhe mund të themi për partinë në pushtet, e cila është Lëvizja Vetëvendosje, kanë marrë, si themi, të një rëndësie jashtëzakonshme ta fitojnë Mitrovicën. Nëse morëm për bazë Mitrovicën, do të thotë kemi parë në këto detet e fundit ose edhe deri sot ose edhe dje, ku partia në pushtet me kryeministrin e detyrë Albin Kurtin kanë investuar jashtëzakonisht shumë për ta fituar këtë qytet. Ka qenë pa parë ndonjëherë në historinë e re të Kosovës që një kryeministër në detyrë ose një lider një partie politike të qëndrojë deri në 3-4 të mëngjesit në një qytet sikur është Mitrovica, duke zhvilluar takime me qytetarë, me biznese apo me çdo për të pindura për të ndryshuar mendjen për të votuar në këtë rast kandidatin e tyre që është zoti Faton Peci. E përsëris edhe sot për herë të parë, do të thotë në historinë e re të Kosovës, kemi parë një kryeministër në detyrë me të gjithë resurset që ja jap shteti, me gjipa, me mbrojtje të afërt, me bashkëpartiak të shkojnë në Mitrovicë, në për lokale, në për pjesë të qytetit, duke për bërë fushat fatkeqësisht, do të thotë në ditën e zgjedhjeve. Dhe fundit unë besoj që surpriza që mund të jetë në këto zgjedhje mund të jetë Fush Kosova, sepse Fush Kosova tradicionalisht ka qenë, si themi, si qerdhe e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kemi pasur një kryetar nga Lidhja Demokratike e Kosovës, nëse s'gaboj ka pasur afërsisht 4 apo 5 mandate radhaze, dhe i cili kësaj here çoi vendin një bashkëpartiaku, Besnik Osmanit, po që për herë të parë Lidhja Demokratike e Kosovës do të thotë nuk ka dalë para në këto zgjedhje, por ka dalë Lëvizja Vetëvendosje. Dhe kështu që do të jetë një garë ngushtë nëse Lidhja Demokratike e Kosovës do të vazhdojë ta mbajë këtë qytet apo do të kalojë tek Lëvizja Vetëvendosje. Në pjesë të tjera të Kosovës mund të themi që Gjilani është padyshim e rëndësishme, është Prizreni, si dy qendra të mëdha të cilat në një mënyrë ka interes për partitë politike të fitojnë. Në Gjilan është gara mes LDP-s dhe Vetëvendosjes, përderisa në Prizren është mes PDK-s dhe Vetëvendosjes. Duhet miftare, ndalen pak tek tabloja më e madhe. Çfarë ndikimi do kenë këto zgjedhje nëse Vetëvendosja fiton Prishtinën ose humbet Prishtinën? Nëse fiton Prizren ose humbet Prizren, nëse fiton Mitrovicën apo humbet Mitrovicën, çfarë efekti do ketë kjo? Nëse marrim në qenë gjithmonë që do ketë zgjedhje parakoshme. Mendoj që do ketë ndikim ky rezultat tek zgjedhjet parakoshme, apo janë në Kosovë janë realitete tërësisht të ndara këto apo jo? Mund të themi se në Kosovë janë realitete tërësisht të ndara, sepse qytetarët absolutisht nuk votojnë njëjtë si në